Bismillahirrahmanirrahim, dashur vëllezër nderuar motra, të gjithë ju që na ndiqni përmes ekranit televiziv, shfrytëzojmë nga rasti t'ua bëjmë për hajër muajin e bekuar të Ramazanit, duke lutur të madhin Zot të gjitha adhurimet, veprat e mira Zoti t'ua pranoj dhe t'ua shpërblej shumë fish. Sot për ju në kuadër të projektit Puhi e Ramazanit, organizuar nga komuniteti musliman shqiptar në Zvicër, do të flasim për një temë që është një prej temave më të rëndësishme në Kur'anin fisnik e që është çështja e kohës, menaxhimit të saj. Ramazani, padyshim që është një shkollë e cila ndërton një disiplinë dhe krijon mundësi për prioritete. Dhe këtë e gjejmë në të gjitha tekstet në Kur'anin fisnik. Zoti i Madh njeriu që ka dhënë shumë mirësi, shumë begati, e që njeriu shumë të në raste nuk është falëndërues dhe mirënjohës. Allah thot në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse përpiqeni të numëroni mirësitë e Zotit, nuk do t'ja arrini kot. Mirësia e shëndetit, mirësia e fëmijëve, mirësia e familjes, mirësia e komoditetit material, mirësia e lumturisë shpirtërore, mirësia e jetës, mbi gjitha këto janë mirësi të cilat kërkojnë falënderime të njëpasnjëshme. Dhe i Madhi Zot thot në Kur'anin fisnik, la in shakartum la azidannakum. Nëse ju jeni falëndërues në gjithsesi, do t'u ashtojmë këtë mirësi. Por mbi gjitha është një mirësi që shumica e njerëzve janë mosmirënjohës. Ajo është çështja e kohës. Dhe për këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke ditur rëndësinë e kohës në jetën e besimtarit musliman, ai paralajmëron një hadith duke u tërhequr vërejtje njerëzve, thotë që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbundu fiha kathirun min an-nas as-sihhatu wal-faragh. Dy mirësi shumica e njerëzve janë mosmirënjohës. Ajo është as-sihhatu wal-faragh, shëndeti fizik, mendor dhe koha e lirë. Allahu Azza wa Jall shpeshherë është betuar në Kur'anin fisnik, është betuar në trupat qiellor, për shkak peshës dhe rastësisë atyre, është betuar i Madhi Zot edhe në kohën si fenomen që është pjesa më e rëndësishme e jetës së njeriut, që për njeriu për të cilën do të jap llogari. Thot Allahu në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Pasha kohën, me të vërtet njeriu është në një humbje të thellë, illa alladhina amanu wa amilus salihat. Përpos atyre të cilët besojnë Zotin drejt dhe bëjnë vepra të mira, wa tawasaw bil haqq, e këshillojnë dhe e mbështesin njëri tjetrin për të mirën, wa tawasaw bis sabr, e këshillojnë dhe e mbështesin njëri tjetrin për durim. Duke nisur nga ky ajet kuranor, nga kjo sure kaq madhështore, që i Madhi Zot është betuar në fenomenin e kohës, gjitha adhurimet në Islam janë të lidhura me kohën. Çështja e namazeve është e lidhur me kohën, është një disiplinë e rrept e cila kërkohet nga një besimtar që duhet të fillojë ditën me namaz dhe e përmbyll po ashtu mbrëmjen me namaz me lutje. Namazi do thot fars ka kohën e vet, namazi sunet ka kohën e vet, namazet nafile kanë kohën e tyre. Fillimi i muajit të bekuar të Ramazanit ka kohën e vet. Fillimi i ditës së agjërimit fillon, me kohë të caktuar dhe mbaron me perëndimin e diellit. Po ashtu dhënia e zakatit ndërlidhet me fenomenin e kohës. Dhënia e kryerja e haxhit ndërlidhet me kohë të caktuar, të muajit Dhulhijhe, ditën e 8, ditën e 9, ditën e 10 e kështu me radhë. Lidhet po ashtu edhe me vendet të caktuara. Po ashtu thotë edhe çështja e martesës, çështja e shkurzimit, çështja e shumë gjëra në Islam, çdo gjë në Islam ndërlidhet me menaxhimin e kohës. Dhe shqyr Zotit duke i falendëruar atij, ai këta nuk ja la që njeriu të preokupohet me organizimin e kohës, por Zoti në shumë të raste e bëri kohën duke i përcaktuar prioritete, duke caktuar normat dhe standarde. Dhe nisur nga kjo, Ramazani është një mundësi e mirë që njeriu përmes një disipline të rrept të i thot shumë të shirave, të cilët ja marrin kohën, shumë aktiviteteve ditore, të rrjetet sociale, përmes ekraneve televizive, përmes serialeve të ndryshme, saponike, të pakuptimta, të i thot jo, sepse ai fillon tashmë nda 30 diteve, duke filluar ditën me agjërim, me syfyr, edhe duke e përfunduar me iftar dhe përmbyllur në mbrëmje me namazin e taravih nda 30 diteve, e krijon një ritëm shumë interesant besimtari, e që pas Ramazanit këtë kide duhet të dalë me një rregull, me disa standarde dhe vlera, që në jetën e përditshme ti thot stop ekranit dhe po Kur'anit, sa më pak ekran dhe sa më shumë lexim dhe meditim mbi Kur'anin, mbi dijen, mbi shkencën, shumë dukurive të cilat neve na shpërqendrojnë
jashtë Ramazanit, po dhe brenda Ramazanit, e që njëri që marrin gjën më të vlefshme që është koha, rrjetet sociale, sidomos te trinjet që krijojnë ngarkesë psiqike, e që krijon lodhje, që krijon stres e depresion, krejt si pasojë e saj e mos menaxhimit të mirë të kohës. Sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishin shembulltyra e këtij ummeti dhe ata në shumtën e rasteve na kanë treguar. Unë dëshiroj që para jush të sjell një fjalë të urtë e shumë me peshë dhe vlerë të halifit të dytë të Islamit Hazrat Omerit radiallahu anhu, me krahasia Zotit që mbi tij, i cili thot: "Hasibu anfusikum qabla an tuhasabu", llogaritni vetveten tuaj para se të llogaritni. Nga kjo kuptojmë që ai ka venduar disa prioritete. Vetë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe ka treguar që devotshmërinë më shumti dhe bujarin e ka shtuar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Për këtë arsye thot Hazreti Aisha radhiyallahu ta'ala anha, Allahu qoftë e kënaqur me të, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte bujar, por ishte më bujar ishte gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Që do thot gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, profeti i Zotit caktoi disa prioritete. Dhe cilat janë prioritetet që ne duhet të përcaktojmë gjatë Ramazanit, që ditën e Ramazanit ta ndajmë në 3 pjesë, një pjesë për adhurim, një pjesë për familjen dhe një pjesë në planin profesional. Po ashtu i dërguari i Zotit e ndante natën në 3 pjesë të barabarta, një pjesë për pushim për gjumë, pjesën tjetër po ashtu ngritej natën në thotë dhe bante adhurim Zotin, i lutej Zotin, nga që i dërguari i Zotit thotë 2 rekate të cilat falen në thellësinë e natës janë më dashur te Allahu se sa çdo gjë që ka në qiell dhe në tokë. Dhe një pjesë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndante për besimtarët musliman duke u përgjigjur shumë çështjeve dhe derteve dhe halleve të tyre. Dashur vëllezër nderuar e motra, Ramazani është sinqerisht është një rast, është një mundësi unike që ne përmes disiplinës të cilën ne e krijojmë përmes dozës së shtimit të adhurimit të devotshmërisë, të i bëjmë një reset, të i bëjmë një rishikim të kaluarës sonë dhe të përmirësojmë të ardhmen tonë e cila do të jetë menaxhimi i kohës i suksesshëm, sepse një familje e cila nuk e menaxhon kohën, një prind i cili nuk e menaxhon kohën, ai do të dështojë padyshim. Nëse nuk e ndan kohën për Zotin, nuk e ndan kohën për familjen, nuk e ndan kohën për planin profesional, ai do thotë nuk do të ketë sukses. Ka që kështu na ka mësuar feja që ne duhet të menaxhojmë kohën, të krijojmë prioritete, të mirrim me gjëra më të rëndësishme dhe të largohemi nga gjërat të cilat na shpërqendrojnë dhe na marrin kohën e vrasin. Thotë Hazreti Aliu thotë një thënie që ai ka thënë, thotë se koha është si shpata, nëse nuk e pret, ajo të pret ty. Realisht shumë njerëz janë penduar pasi që kanë kaluar disa vite nga jeta dhe nuk kanë arritur asgjë të nxjerrën në shesh e të mendojnë pa. Thotë i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush për jush e ka në dorë një fidan, thotë le ta mbjell thotë në tokë, edhe sikur se nesër të bëhet në të dhije kiameti. Gjithë thot, ajo që kërkohet është angazhimi, është profesionalizmi, është prioriteti, është puna dhe është përpjekja, është njohja dhe dashuria mbi Zotin. Ramazani është një mundësi që ne të reflektojmë pozitivisht për në të ardhmen. I lutemi Zotit të juve që Zoti t'u pranojë agjërimin dhe t'u shpërblej veprat e mira. Zoti ju bekohet familjarisht. Selam aleikum. Paqja, mirësi dhe begatit e Zotit qofshin ju.